gjanat nuk zgjidhen me paqe, jo gjithmonë zgjidhen gjërat me paqe, si dëni shumica, si më kritikoni mënyrën se si flas për çështjen e dëhanit. Po qytetërisht kjo mënyra jeme, mu më vinë mesazhe ditë për ditë që më ke bo me lënë dëhanin. Këpëtan, gjanat nuk zgjidhen për paqe, se ju po munoni me gjetë zgjidhje, me të lehtë, ju po munoni me heq vesin, me gjetë një farë alternative të vesit, se si mund të distancohem unë nga i vesi, po pa vujt unë. Kjo është gjushlik, njësi vibe gjushliku, energji gjushliku, se ti dërë më arrit diçka, se ti akoma ke të registru me menje, se mund të arrish gjanat të më dhona, pa u munu. Si funksionan kjo pjesë? Ja, King, nuk funksionan kësho. Nuk funksionan bra. Nuk funksionan këtë mënyre, nuk mund është marrit asë një loj gjajë mjetë, pa u munu. Nëse do me pas pa mjetë bukur mjetë ti, do t'ipish ati malit, po mi hip ati malit ki mu lodh. Ashtë ma lartë në gjitesh, ashtë ma te për lodhësh, po ashtë ma bukur pamja. Gëpten, ju dëni me arrit gjana, tëlle mënyrë funksionan, s'kena ku këtu për me, nëse ti, personalisht, ke dëshirë për me landohojnë, dënë me landë, me thënë zërë, ashtë duke të munu dohoni, edhe ke dëshirë, nuk po flasë për atë personat që s'dun me landë, që ko personat që thujnë, mund pëlqenë e për im në akord. Tjetër tema jo. Nëse ti dënë me landohojnë, ke dëshirë me landohojnë, ke dëshirë me lanë alkoholin, ke dëshirë me lanë vesit e këqia, ke dëshirë për ndërshu, për këto tipa për flasën, për këto njerës për flasë. Edhe nuk e bandot se e gjenë gjithmonë vetën, duke bot një gabim, një gabim, ti për mu i ke karakter të dëpt. Këtë imaginaj edhe një. Edhe për me ndërshu këtë sene, ju me nëri si du të ndërshoni vetë duke nejtë zakonet e vjetra. Zakonet e vjetra nuk sillin zakonet të raja. Nëse zakonet e vjetra nuk sillin rezultate të raja. Du të këtheni zakonet, hiqni zakonet e vjetra që të këtheni rezultate të raja. Ju mund keni një shok shumë të keq, se gjithë mund ja u le morë, mund keni një shok se a i thu për me bo ndryshim, ja pjerdh hecare, ti do me bo ndryshim, ka arret ajs, mund të jesh më arret dhe ti. Keni shok që së të orientën, mund tjetë armiku kryesor, mund tjetë bashkë aj shoku që ju në ndavali me da. Zdën. Aja është, armiku kryesor mund tjetë baja shoku se nuk ka këtu, nuk të mbështet, nuk dënë zhvillim. Këtu është, nuk ka këtu për me lanë, për dohani. Dohani venosë, zgjosh, në gjesë tu, shiko, me të vërtet është i karkua me ndërshu. Edhe, një këshill që mund të japun si me landohojnë, është kombinoje me palestër. Kombinoje me palestër. Distancohu, du t'i izolosh, King. Du t'i izolosh, s'mund me të komandu i cigare. Imaginoj tani me të komandu i cigare. Du t'i izolosh. Du t'futesh në palestër, të studiosh pak ma tepër si qashtu ushqimi i mirë, që të kombinohet, që pun që të bash një ndërshim, të bash një revolucion mara ateje. Edhe ushqimi mirë është ai që është ushqim cop, i pa modifikuar, si që është peshku, si që është mishi, bërzolla, si që është veza, këto si janë të modifikuar. Nuk janë mish për shembull që janë bërë me mix, tak e kanë dhënë një ushqim. Është një shprehje që shkon kështu, çka ka kriju Zoti, if God didn't make it, don't take it. Nëse Zoti se ka bo, se ka kriju, mos e merr. Mos merr gjëra që ka kriju njeriu. Fokusohu duke ndryshuar mënyrën e ushqimit si çahan, si çahan e çapin. Pastaj të vinë vetë dëshirat për me lanë ndohojnë, me lanë gjanat. Për me lanë ndohojnë, me ndryshu si njerëz, me lanë alkoolin, është një revolucion si do bat paket. Do të kesh një dëshirë mra atje, që do jetë si paket, të rinjallë si dëshirë mra atje, të vije si paket. Ta këthu karkua për ndryshim. Po për me lanë ndohojnë, për me lanë alkoolin, për me lanë shok të këqi, do të fillosh kretë kjo paketat mi ndryshua vash. Edhe, duhet të mirësh me diçka në jetë, nuk është jeta vetëm jetë rrjete sociale, duhet të kesh jetë private, po s'po të jetë private që të angazhosh, do të kesh shumë vështirë jetën. S'mundesh me las dohan as vesës se sen. Këto gjëra shkojnë kur ti krijon një farë strukture, këtu ke palestrën, këtu ke ushqimin e mirë, këtu ke lexon për Zotin, studion ke mirësh me Zot, jep kohë Zotit gjithmonë. Edhe ke 4 pika aty e gjen vetëm pastaj ti. Ke familjen tonë, grupin tonë, familjen, aty e gjen, aty si vëllai. Nëse një shok
Ti bën telefonit thot, hajde se vjen ai këngëtari atje. Ky nuk ka në këtë lloj mënyre hin dreqi trupin tan, edhe smush mu largu nga veset. Në këtë mënyrë hin dreqi trupin tan dhe smush mu largu nga veset se ai shoku që po të merr në telefon, është ai shoku dreqi mallkum, nuk është shoku, është dreqi mallkum mra shoku ti, që mundot me xarr nga disiplina, nga jeta e rehatshme, nga jeta që ti me shumë mund po e ndërton, me shumë vështirësi vjen një shok gjasma, shok. Vjen thot, hajde doni atje se hajde pije birare, thot se ngjeli prapa meton, ngjeli shikoj si u izolove ti si hot, edhe fillon të përmend as dreshi duke falto, fillon të përmend gjanat, dopsit që ti po mundosh pika tuaja më kryesore, që janë më të forta tuaja mundohet me ty kthy si pika më të dobta, si ti gjas me je izolu kret, që i distancu nga njerëzimi. Kupton? Ky është mënyra si funksionon dreqi. Duhet të pastroni dhomën kur rreni. Vendin kur rreni. Domethënë duhet të pastroni shpirtin tuaj, mendjen kur rreni. Çfarë shok shkeni, me çfarë mirë, çfarë vese shkeni. Kur tham pastrim, po tham për këto gjëra që të pastroni këto sene, domethënë mendimet. Të pastroni gjërat si me ka rreni, me ka shoqëroni. Kupton? Nuk le thjesht doni, nëse ti ke dëshirë, king, për me landonin, edhe se le dot ke karakter të dob. Unë e tham edhe më prallë tham që gjush, po faktikisht gjush je. Kupton? Ke karakter të dob. Duhon burrin nuk lidhet mos dohanit. Tani për mos mu lidh mos dohanin, do ta kish vështirë normalisht se do ta kërkojë nikotinë në trupit, nikotina është e keqe 21 ditë. Do kish vështirë. Por si e kam lanë vetën, se unë e kam api edhe unë ekstrem keq. Si e kam lanë vetë, ta tham shkurt të shqip si e kam lanë. Tani unë e kam vendos gjasma shumë vite me rollë, shkosha thosha, shiko mos vjetri këta do e la dohanin. Me 1 janar brapa se pi. 5 vite rresh, 5 vite e nis qa prap. Taman gay, taman gejush. E nis qa prap, taman gay. 1 vit thosh, ore qem të bore. Ore qem të bore me të vërtet në këtë jetë. A me të vërtet, kështu do ta nisun çdo vit? Kështu do ta nis çdo vit? Edhe e kam marr. Normalisht fillova prap me bën veprime gjushash. Fillova për shembull thosh me 1 janar mbrapa do ta lëndohen. Pa di çfarë është puna thosh. Si vjet thosh nuk do të pres janarin. Ne e kam pi cigaren. Kjo është paketa e funit. 2 cigara parë se moro paketa, se me të vërtet mi shëbezdis vetja. Jo cigarja. Cigarja më pëlqente, po mi shëbezdis, kisha rremi i fosa, vetja jeme nuk me pëlqente, nga që s'po i maja e vëllafet. Këtu mi shëbezdis, mu se cigarja, cigarja ishte më kulm. Po ja, si të shi i vuna të gjama peshore. Mu i shëbezdis vetja, duke gjithmonë të rrajt veten. Thosh jo, tak, e kam lënë cigarën s'pujta janarin. Kam të shi 3 vjet, që e kam lënë dohanin, kam në shumë mentalitet, kam fillu me orë mirë, pastër, nuk pi Coca-Cola, nuk pi gjone që ka kriju njeriu. S'pi gjone që ka kriju njeriu. Pi gjone që ka kriju Zoti. Që ka kriju Zoti. Uj, lang portokallit fresk, të shi edhe këto janë me helme, po pakten nuk është helm që ka është Coca-Cola, se dhe këto e normalisht s'përkasin, se mundohë mi marë bio, po sa do bio mi marë prapë se kanë shien, se kur i kanë në venet tona, kjo është kretë në dakord. Po mundohë pakten këtë pjesë. Kupton? Po nuk du me qenë sklavi as lloj gjoje. Sklav as i lloj gjojes du me qenë. Duhet me lëndojnë. Ndojni është një gjoj që tymi mushkrit janë bo që të thithin ajër, jo të thithin tim. Do në kjo është diçka që gjithmonë toksina që ja fut trupit. Toksina. Duhet mu lanë. Ju përshëndes. Bani subscribe në këtë kanal tu, se këtu do flas vetëm video të tilla. Tani jam rapa do i baj vetëm këtu në YouTube. Në TikTok, në Instagram, në Facebook do jenë video të shkurta e gjanat, do më thënë do bajt diçka një temë ma serioze me qenë shumë djemë kanë shujt. Ju përshëndes.